A është Prada në dijeni të Traditional Wives, gratë e traditës së rrjetit? Nuk e din, por këtë sezon, te Miu Miu, ajo provoi të ripoziciononte një nga simbolet më të mëdha të punës së grave, përparse, duke larguar nga estetika e amvisës perfekte të viteve 50 të gjeneruar nga rrjetet sociale, duke e stilizuar mbi bikini trekëndshe dhe triko të rënda e xhaketa. Sipas shënimeve të shfaqjes, ajo donte t'i jepte tek kësaj veshje modeste një fisnikëri dhe respekt, duke sugjeruar se kjo ishte një bisedë për klasat shoqërore, megjithse një përparse mode e shtrenjtë e pa arritshme për këtë doqe e vesh për punë, vështirë se do të përmbys sistemin. Dizajni i mirë është në thelb gjetja e zgjidhjeve, idealisht, atyre që janë po aq të bukura sa edhe të zgjuara. Stella McCartney ka qenë e zëshme dhe e qëndrueshme në thirrjet e saj që moda të jetë më e vetëdijshme për mjedisin, dhe çdo sezon zakonisht prezanton një risi me këtë synim. Stilistja britanike mbylli shfaqjen e saj në qendrën Pompidou në Paris me 3 veshje të fundit me pupla të lehta të krijuara me Fivers, një alternativë re me bazë bimore ndaj puplave të kafshëve dhe e ngjyrosur ekologjikisht. Është e çuditshme për mua që puplat e shkëputura nga një zog konsiderohen delikate në mod, tha McCartney. Mund të arratisesh në mod dhe të përjetosh bukuri e ëndërrim, por nuk ke pse të vrasësh kafshë.